Një 58 vjeçar që vuante dënimin nga IEVP të Fier ka ndërruar jetë pasi ka shfaqur probleme shëndetësore brenda ambienteve të burgut. Viktima është identifikuar si Ardian Malasi, lindur në Ballsh dhe banues në Ballsh. Sipas burimeve nga burgu i Fierit, 58 vjeçari ka kërkuar ndihmë mjekësore teksa ndodhej në qeli. Pasi është dërguar në infirmieria, i ka humbur ndjenjat, është transportuar menjëherë drejt spitalit të Fierit, ku mjekët kanë konstatuar vdekjen. Nga informacionet paraprake, dyshohet se Malasi ka pësuar një hemoragji cerebrale. Megjithatë, shkaku i saktë i vdekjes pritet të përcaktohet pas kryerjes së autopsisë dhe hetimeve përkatëse. Ardian Malasi ishte transferuar në IEVP Fier në 16 korrik 2026 nga IEVP Jordan Misja në Tiranë pas marrjes së vendimit të formës së prerë nga gjykata e posaçme. Sipas dokumentacionit të IEVP Fier me vendimin numër 65, datë 17 janar 2025 të gjykatës posaçme të shkallës parë, i dyshuari nga gjykata e posaçme e apelit me vendim numër 28, datë 1 qershor 2026, Malasi ishte deklaruar fajtor për veprën penale, pastrimi i produktit të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, grupi strukturuar kriminal dhe veprën e kryer në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Fillimisht sipas vendimit të gjykatës, ai është dënuar me 10 vite burg, ndërsa pas vendimit të apelit dënimi ishte caktuar në 8 vite burgim me regjimin e sigurisë së lartë. Vendimi kishte marrë formë të prerë në 1 qershor 2026. Malasi ishte arrestuar me 26 tetor 2023. Deri në momentin e vdekjes, ai kishte vuajtur 4 vite 1 muaj e 18 ditë burgim, ndërsa kishtin për të vuajtur edhe 3 vite 10 muaj e 12 ditë. Rrethanat e plota të vdekjes mbeten ende për të sqaruar, ndërsa pritet rezultati i autopsisë për të përcaktuar shkakun përfundimtar të humbjes së jetës.